E keni ditur gabim, pasi këto 10 ushqime mund t'i ruani lehtësisht në ngrirje. Nëse keni shumë ushqime dhe e dini që do të prishen sepse nuk mund t'i hani të gjitha, futini në ngrirje. Ka shumë më tepër artikuj ushqimor që mund t'i mbani në ngrirje se sa ju e dini. Në këtë video do ju tregojmë se kush janë këto ushqime. Të bardha dhe vezëve. E bardha e vezës mund të qëndrojë në ngrirje për 12 muaj. Gjalpi. Ky element kryesor i kuzhinës është një ushqim i shkëlqyer për të ruajtur në ngrirje, veçanërisht nëse mendoni se nuk do ta përdorni atë deri në datën e skadencës. Futeni gjalpin në qese frigoriferike që të ruhet sa më mirë dhe të mos marrë ajër. Dhalla. Dhallin mund ta mbani në ngrirje, nuk është e dëmshme, ai mund të zgjasë deri në 3 muaj. Buka. Karbohidratet e pëlqejnë të ftohtin, buka mund të zgjasë deri në 3 muaj nëse e mbani të ngrirur dhe pa e hequr nga shkrirja. Patatinat, avokado, misri, barishtet, arra, djathi fort gjithashtu mund të mbahen në ngrirje për një kohë të gjatë.